Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndershëm vëllezër, bëni mirë që të shpëtoni për këtë temë do të flasim se si ne posaçërisht këtë muaj duhet të bëjmë vepra të mira dhe të shtojmë veprat e mira. Allahu subhanahu wa taala ka urdhër të posaçëm për të bërë vepra të mira. Thot ja ju helladhina amanu, o që keni besuar, irka'u wasjudu, bëni ruku dhe bëni sejdë, wa'budu rabbakum, edhe besoni Allahu subhanahu wa taala, waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun, edhe bëni vepra të mira që Allahu subhanahu wa taala të shpëton ose që të shpëton. Të ndershëm vëllezër, edhe të mirat janë sprov. Nuk janë vetëm të ligat dhe gabimet dhe problemet. Shembull, nuk është vetëm skamja sprov. Nuk është vetëm fukarallëk e sprov. Por edhe pasunia është sprov. Bile, pasunia sprov më e madhe se sa fukarallëk. Mirë po, edhe llojet e sprovave që ndodhin, qofshin të mira apo të liga, atëherë duhet me bon sabër dhe me i shëndru sprovat në vepra të mira. Sepse njeriu brenda sprovave kur duron, Allahu subhanahu wa taala e shpërblen. Në Ramazan, o një lloj sprove, por secilin për ne, kur ballavaqohemi me etje, me haje, jo, pije, jo, disa lejesa që i kemi të lejuara, në Ramazan ndalohen. Në momentin që këtë sprove te kalojmë, bëhemi më të devotshëm, Allahu subhanahu wa taala na shkruan sevape dhe vepra të mira. Të ndershëm vëllezër, pse Allahu subhanahu wa taala, çka është urtësia që i ka dalluar njerëzit? Me qenë se i kishin qenë njerëzit njërësoj, me pasunie, me diturie, me jetë, a do të ishte jeta normale? Jo, nuk do të ishte jeta normale, do të kishte probleme. Por ashtu ka Allahu subhanahu wa taala, thot nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Thot ne kemi ndarë atyre mjetet e jetesës në jetën e kësaj bote, fil hayatid dunya. Allahu subhanahu wa taala ai cili i ka caktuar sa do të punojmë ne. Neve na duket se sa më shumë punojmë, më shumë fitojmë. Ata që nuk e besojnë kaderin, këtu shumë problem kanë. Me thonë unë që edhe pa punuve, nuk vdes për bukë, dush me im belama, nuk besojnë kështu. Po mirë dhe, a punojmë krejt njëse, pse dikush me pas më shumë, dikush më pak? Shkon pa drejtësi. Krejt punojmë ka 8 orë, ditë njoni ka bon 1 miliard, njoni 1 dinar që ka në gjepë. E pse kjo me ndodhë? Do më thonë, nuk o të puna, o të Allahu që ka caktu. Di biznesmena dalin, të dinë saba, njoni fiton, njoni humpë. A të di punun ka 8 orë. Njoni t'ja dashti biznisin, njoni t'ja dashti. Qka me bëndës? Kush e ka fajnë? Nuk e ka fajnë as kush. Ketë kena punu. Po Allahu njoni t'ja ka caktu me fitu, e tjetëri ja ka caktu me humpe. Dini pse? Që të kenë nevoj për njëri tjetëri. Se me bo me fitu krejt ishmi bo drejtora, ministra, as kush s'kish pas nevoj për tjetëri. Kish me shporeti dhe frigoriferit e shtëpia i prisht, se kishe gjetë njerë me të nreqë. Pse se këtë drejtora, vlla, kerin s'ka bu kështë të nreqë, mjek kërkuj zbanë se këtë kam pare, hoqë kërkuj zbanë se këtë kam pare, profesor asimtare kërkuj zbanë se këtë këpëse. Ja, Allahu nga urtësia e vetë, e ka caktu që njerëzit me i dalu. A o si kalon vetë njerëzit dalohën. Ja, Zoti vë ka caktu. Kjo ishte ajo që do shta me e thonë para ju, e në momentin që ne kemi dalime dërmet vetët, e në përmet dalimeve dërmet vetët respektohemi dhe ndihmojmë në tjetrin. Posa që ishtë muaj Ramazan, edhe kjo në ashton se vapët dhe veprat e mirë.
tash e kemi prej të mirave që i kemi jashtë Ramazanit dhe brenda muajit Ramazan është ndihma ndaj njëri tjetrit. Allah subhanahu wa taala thotë wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Dhe ju ta ndihmoni ose ndihmoni njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan. Edhe mos bashkëpunoni në armiqësi. Me që se ndihmojmë njëri tjetrin, dhe nëse kemi dobinë ne, edhe ati që ndihmojmë, po e mbushim thesin tonë me vepra të mira, sepse ato thasë që do t'i mbushim tash, një ditë para Zotit ka më na u dashtë. Ne duke bon vepra të mira për ditë nga pak i harojmë, ama ta Allahu ata nuk harohen. E do të vjen ditë kur dalim para Zotit, do të habitemi ne vetë me veprat e tona që kemi më edhe të mira, edhe të liga. Do ndeshëm vëzër, do të me qenë të butë. Po sa gjithë këtë muaj, se me butësi fiton sevap, sjelljen e mirë edhe të butë. Me cilin do të me qenë të butë, po ma ata që i kemë bikqirje, me familjen tënde, me nxënësit të tu, me studentët e tu, me punëtorët e tu. Ma ata që u udhëheq disi, ma ata dush me qenë i butë. Po me kujshi du të me qenë i butë, po me udhëtarët në rrugët, që takosh du të me qenë i butë, në semafor dush me qenë i butë, me bon sabër, kështu më radhë. Allahu është mirënjohës dhe i gjithdijshëm. Allahu është mirënjohës për veprën tonë. Inna Allahe shakurun alim. Allahu subhanahu wa taala është mirënjohës për të mirat ne që i bëjmë dhe alim, edhe i ditur, i gjithdijshëm. Pse ka përmend këtu diturin pas mirënjohës? Me na tregon neve se nuk mundemi me ikë Zotit. Në asnjë mënyrë dhe në asnjë rast, sa do që mundësit neve na duken se kena mundësi me ikë, nuk mund. Nuk mundemi me ikë, tash të dëshëm vëzër, teknologjia ka arrit, teknologjia, njerëzit që i kanë bën disa drona, që të mbi koktëri. Sa të dush ikë, ka do që shkon ai në gjenë. Njeri e ka bon, njeri ku do që s'ki ku ikë. Në gjenë. Para me dhe Zoti. Që është absolut. Më i miri për njerëzve, kush është më i miri për njerëzve? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum lin-nasi. Më i miri për ju është ai i cili është më i mirë për njerëzit. Do më thonë, më i dobishëm për njerëzit. Ai që u bën njerëzve më së shumti të mira, ai është më i miri te njerëzit. Pastaj, ai i cili ja lehtëson hallin shokëve vet, besimtarëve, popullit vet. Mundohet me ja lehtësu hallin. Mundohet me ja largu një gajle, një problem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya, ai i cili ja largon një hall besimtarit nga hallet e kësaj dunjaje, nafasa Allahu anhu, Allahu ja largon atij qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah, një gajle në ditën e gjykimit. Ti sot e ke bënë të mirë. E ke nxjerrë ti ka prej borxhit, prej gajleve, prej problemeve, ku e di unë. Lloj problemi ka. Allah subhanahu wa taala ti ka më shpëtu në ditën e gjykimit kur do të kesh probleme. A në ditën e gjykimit janë probleme më të mëdha se këtë botë. Mos e lëm në të mirat të shfrytëzojmë vetëm për këtë botë. Ti ke me pas nevojë për të mira dhe ndërmjetësim edhe lutje edhe falje edhe në botën arshëm. Allah është më në ndihmë të robit vet. Shembull, Allah e ka kriju njeriu dhe ndihmon. Çka thot? Ama ku në ndihmon Allahu njeriu? Thot wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abd fi auni akhihi. Allahu e ndihmon robin e vet kur robi e ndihmon robin. Kur njeriu e ndihmon njeriu, unë e ndihmoj atë njeri. Të ergra për thirë robëne, abd. Me qenë se unë, ose ju, e kemi ndihmu njëri tjetrin, atër Allah në ndihmon ne. A nuk mundet Zotin, nuk e ndihmon robin e vetë, krijesën e vetë, nëse ne jemi në luftë ndër me të vetë.
Nëse ne kemi pajtuar me të vete, nëse ne kemi probleme serioze me të vete, nëse ne shumë luftra bëjmë me të vete, pse Allahu më na ndihmon? Ai prapë ndihmon njeriu. Nuk e shkatron botën, sepse është i mëshirshëm. Ama ne meritojmë me shkatru botën, e meritojmë. Sa ndalet një luftë, fillon një tjetër, sa ndalet e tjetër, fillon e treta. Pse luftat për çka bëhen? Për asgjë. Në kohën e fundit janë të bëhen vetëm se me tregu kush është më i fortë. As për fe, as për kamp, as për asgjë. Të ndryshëm vëllezër, e kena mundësinë ne në këtë muaj me u tregu të mirë, me u tregu sinqert, me u tregu besimtar, edhe ato thasë që i kemi për veprat mira me i mbush, sepse veprat liga mund me bë kur dush. Ama nuk na ka hije. Nuk na qëndron vepra e keqe neve. A mund me gabu. Ama nuk na ka hije. Por atë shkak e mësoj veten dhe juve sa më shumë vepra të mira ndërmjet nesh si njerëz, që Allah subhanahu wa taala të na ndihmon pastaj. Në vlerësimi e veprave të mira është shumë çështje serioze. Kur ne si njerëz mendojmë se ose kena me ndihmu shumë, ose pak s'ka kuptim se turp dhe madha. Nuk është e vërtetë. Secili ka me ndihmu me mundësinë e vetë që e ka. Nuk shkon ndihma për si e fatësi. Nuk ripët ndihma pse ai ka dhënë t'ja për dhunë. Ai sa ka dhënë ai? Për shembull, kaç ja për dhunë. Jo. Ndihmën e jep secili me sinqeritet edhe me mundësitë e veta që i ka. Thot pejgamberi sallallahu la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Me qenë se njerëzit nuk e nënvlerësojnë asnjëherë veprën e mirë, Muhamedi sa kështu thot, mos e nënvlerësoni veprën e mirë, sa do të është e vogël. Me qenë se edhe një buzëqeshje dhe vëllaut tënd. S'kushton e kurgja, veç kur të takojsh i buzëqesh. Edhe kjo është sevap, edhe kjo është veprë e mirë. Dhe shumë vëllezër, veprat e mira ose punët e mira e mbrojnë njeriu nga e keqja. Si e mbrojnë njeriu nga e keqja? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sunna'ul ma'rufi taqiyu masari ash-shum. Taqiyu masari ash-su. Punët e mira e mbrojnë njeriu nga veprat e ose nga përfundimet e këqija. A kena mundësinë me përfundu mirë? Kush e di se si ka me përfundu? Askush prej nesh nuk e din se si ka me vdek. Mënira se si ka me vdek. Ku ka me vdek? Pse ka me vdek? Allahu unë e dim se Zoti e cakton, ama shkaku pse si? Se ne ke pa kur shkojmë vdekje këtë vesim si ndodhi. Ne këtë dim se Zoti ka marrë shpirt, ama shkaku ne kërkojmë. Njerëz këtu njerëzit e kanë. Të ndërshëm vëllezër, e punët e mira e mbrojnë njeriu nga e keqja. Posaçërisht sadakaja. Lëmosha rrjedhse. Qoftë një fjalë e mirë, qoftë një buzëqeshje, qoftë një hurr, qoftë një dinar. Nëse jep dikujt, ta di se në momentin të krizës Allahu ka me trujt dhe ka me të mbrojt. A njerëzit e kanë provu. Hatixha radiallahu anha thot, pasha Allahun, kur s'kan me poshtru askush, askënd. Hatixha ka thonë për burin e vetë, për bashortin e vetë, për Muhammedin e Islam. Pasha Allahun, beje ka po Hatixha. Allahu thot, kur o pejgamber s'ka me të poshtru. E dini pse? Thot se ti i mban lidhet farefisnore, nuk i dhnohesh me familje. Qoftë e afërt apo e largët. E dyta, i ndihmon të doptit. Edhe e treta, kur ka njerëzit vështirësi, ti gjej i pari shkon. Por atë çka Allahu nuk ka me të poshtërsu, s'ka me të ndihmu.
Edhe është e vërtetë se Zoti ka ndihmuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe neve të dashur vëllezër, këto tre punë janë shumë të mëdha, që s'mundemi me i bën. Me shku të dajet, e mingjat, e hallat, ku e diun, të familja. Nuk është diçka jashtë normale, është shumë normale. E dyta, me ndihmu doptit, me se kemi mundësi, dhe e treta, kur ka njerëzit gajle, me shku me vaqel terën. As njëra nuk është e zërsme, as njëra këtu nuk bëhet me 10 milion euro. Që s'mund, valla nuk mundon. Shko për celja derën me pjani selam, nuk mundëm. Psa, 2.000 euro të lipën të tera. Ne, ku s'duhet atje, investim të madh, piç pa nevoj. As se vap, as gjunam, as se vap. A ku duhet me mani se vap? Interesant, ka punë që se vapin e mrin shumë të lartë me 10 dinar. Dhe një se vap shumë të lartë, vetëm një busqesh. Dhe një se vap shumë të lartë, vetëm një vizit, një semurit. E më flasim tash Ramazan me shku edhe në një varim, se sa se vapi ma të ndeshën dhe së. Se cili prej nesh e ka për detyrë të banë mirë si pas mundësive që i ka. Nuk banë me tepru ndë njëherë, sepse kemi gajlit të tona, kemi detyrat të tona, ama me qenë se cili prej nesh ndihmon nga pak, vallahi, s'kena me pas mundësi ndihmat ku mi që. Është të vërtet, me qenë se kanalizohen ndihmat, më lidhen me një vend, sa muslimani jep dhe ndihmon. S'ka, si ku në kone Omer ibn Abdelazizit, aq pare ka pas shteti, sa që s'kam pas ku me që zeqatin. Kretë rinin janë martu, kretë vajva ka pagu shteti mehrin ato, qka u dash, barnesa, kretë. Prap kanë bet pare. Sa që ka thonë blejnive, haje, edhe nxernia kafshëve dhe shpezeve në përmale. Ama kur se valla unë e pak, se cili me dhonë ka pak, vallahi bon shumë. Vallahi bon shumë. Para s'ka këtë ndeshëm dhe se asë njëherë, mos me ndoni se qenë ka pak. Nuk ka të Zoti pak. Zoti e di mundësin time dhe tëndën. Si pas mundësive dhe bëjmë edhe ndihmë. Të ndeshëm dhe zërë, te i majtë sot, ta minutat që i thamë para jush, bëni mirë që të shpëtoni, të mirat janë të lloj-llojshme, disa të mira ne i bëjmë, disa të mira i harojmë. Allahu na ruaj dhe na ndihmon. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.